Në transmetim, sot kemi të ftuar fare të veçantë, me ritëm gjithashtu, temat janë interesante. Belind Këlliçi ka mbritur në studio, si zakonisht. Belo, përshëndetje, mirë se erdhe. Mirëmbrëma, kënaqësi. Do të të pyes padyshim më vonë për disa dinamika të reja në raport me kryeministrin, por tani për tani dua të heq menjëherë për kureshtjen normale të publikut, por edhe për një lloj tendence që kemi drejt transparencës, pavarësisht se kush gjendet në rrjedha. Ti ishe në SPAK, kishte lloj ngjyrimesh si zakonisht në rrjetet online, jo udhërësit, jo udhërësit. Problemi në këtë rast shkon kështu. Kishte shumë kureshtje për pagesat e Kongresit dhe çfarë ndodh realisht me ato dhe çfarë ka ndodhur? Atëherë Adi t'jap fjalën që ky do jetë i vetmi emision dhe i vetmi vend që do harxojmë kohë për këtë çështje, sepse është ashtu si unë kam trajtuar, është tërësisht periferike në raport me ato që priten nga SPAK-u, dhe kjo ka qenë një strategji mediatike e qeverisë, mendoj unë, që e gjithë vëmendja dhe po të shohësh portalet e financuara nga mazhoranca, nga Edi Rama, Belinda Balluku e me radhë, e kanë mbajtur për 24 orë këtë lajm pompuar për të mbajtur vëmendjen ke opozita. Nuk ka asnjë problem Adi. Kanë hetuar dhe vijojnë të hetojnë Sali Berishën për gjithë veprimtarinë e tij ekonomike familjare në 35 vite, pasi nuk i gjejnë dot asgjë në dosjen e famshme Partizani, kanë përfunduar ke financimi i Kuvendit të Ritemelimit, që është kuvendi në fakt që shpëtoi opozitën në Shqipëri, shpëtoi Partinë Demokratike dhe është kuvendi i organizuar me procedurat më transparente që ka patur ndonjëherë, për shkak se kemi qenë një debat të brendshëm atëherë, një konflikt brendshëm. Ne si komision organizator dhe organizatorët nuk kemi disponuar vulën, logon dhe atributet që t'jep ligji për partitë politike në atë moment, sepse vulën e kishte marrë peng dikush tjetër, dhe kemi proceduar krejtësisht brenda ligjit me procedura ligjore të cilat janë transparente, janë firmosura, sigluara dhe janë aty. Çudi nuk është, Berishën e kam parë sot pas ditën një super aktivitet folklore në Lezhë, çudi nuk është që SPAK-u hetoi me çfarë karburanti ka shkuar Berisha në Lezhë sot, dhe ka patur 1 apo 2 makina që e kanë shoqëruar. Pra deri këtu është dëshpërimi për të bërë pis apo për të faktuar diçka që është e paqënd dhe diçka që nuk ekziston në raport me Berishën. Dhe e gjitha lidhet për të bërë pis qoftë opozitën apo Partinë Demokratike. Gjë që mua nuk më shqetëson, është tërësisht periferike, nuk ka asnjë vlerë, për sa kohë ju e dini mjaft mirë dhe çdo qytetar shqiptar sot e di mjaft mirë që problemi në këtë vend nuk është kuvendi i rithemelimit të Partisë Demokratike, por është vjedhja që ndodh në mënyrë permanente të përditshme nga Belinda Balluku, që do duhet sot ishte e shkarkuar, nuk po them në burg, po do duhet pa diskutim të ishte pa mandat, do duhet ishte me imunitet hequr dhe do duhet ishte o prapa hekurave o në arrest shtëpie, një nga dyja. Pra janë një nga dy masat që ka kërkuar prokuroria e posaçme. Dhe për të hequr vëmendjen nga ky skandal, për të hequr vëmendjen nga Rama, për të hequr vëmendjen nga vjedhjet e qeverisë, sigurisht u spinua një lajm që 24 orë ishte një fllus sapuni që u shua dhe kaq ka vlerë. Po që ta dini, kjo tregon dhe dëshpërimin e këtij organi në raport me hetimin që kanë bërë për liderin e opozitës, për Sali Berishën. Se të përfundosh ke kuvendi i ritemelimit, i bie të kërkosh gjilpërën kash dhe sigurisht nuk do të gjen asgjë të palishme. Atëherë kalojmë tek çështjet më të mprekta të realitetit. Një nga pyetjet më frekuente sot që bëhet në rrethet caktuara në Shqipëri, në rrethanat kur televizionet mbrojnë qeverinë, në rrethanat kur ka vetëm një televizion opozitar, pra praktikisht është 1 me 10 mundësia për ta bërë 1 me 100 për fatin e keq në Shqipëri. Jeni vetëm ju me. Po i referohemi numrave real. Pyetja, kur bie kjo qeverisje? Unë kam qenë këtu në studio, deri diku kemi vënë dhe bas publik bashk, kam thënë që nuk e kap shtatorin e këtij viti. Do duhet them që besoj brenda kësaj pranvere është e pamundur që kjo qeveri të vazhdojë. Brenda pranverës Edi Rama e ka të pamundur ta vijojë më të qeverisë vendin, sepse sot është i zbuluar në ndritën e diellit para syve të çdo shqiptari në afera monstruoze të paimagjinueshme. Nuk është vetëm rasti i Ballukut. Rasti i Ballukut është histori e mbyllur, që Balluku ka mbyllur, ka kapituluar politikisht, kjo çështje e padiskutueshme, por pa diskutim dhe juridikisht ajo ka kapituluar. Ka kapituluar Edi Rama me Shko, në disa rrethe redaksionale, duhet thënë, flitej sot, ndoshta kanë lidhje me kryeministrin, ndoshta ata e njohin kryeministrin dhe prandaj bëjnë disa elaborime që mund konsiderohen në zonën e pandehmave. Pra, ideja është që brenda rrethit të alarmuar të tij, të shqetësuar të tij, që ka kuptuar atë që ka kuptuar për pjesën finale të veprimtarisë së tij, konsiderohet që ndoshta ka akoma shans për t'ja hedhur, si më thënë kryeministri. Në këto rrethana
të paktën kështu mendohet që thuhet në rrethin e tij. Në këto rrethana, sipas analizës që ti bën, jo emocionit partijak. Përtej, të zhveshur nga emocioni politik, patjetër. Nga pikpamja, se shiko çfarë ndodh. Këtu nuk po diskutohet më tani vetëm Durana, nuk po diskutohet vetëm Smart City, nuk po diskutohet vetëm Kajo. Kuptohet të administrata, kanabizimi, patronazhistët, të gjitha këto. Tani po diskutohet, si më thënë, në një kuptim për të më thënë ekstrem ose jo, po diskutohet dimensioni tradhtisë ndaj interesave të dheut në këto rrethana. Dhe përveç asaj, pyetja është, mund t'ja hedhë vërtet? Dhe përveç asaj, e kemi thënë edhe në disa intervista më përpara, unë kam thënë fillimisht që kur ka nisur kjo legjislaturë, që në shtator, kur kemi qenë bashkë, që për herë të parë ka dhe penetrim të interesave të vendeve jo partnere, pra thënë troç me ata që sot Irani, që Trumpi është në luftë me Iranin, penetrim të interesave të Iranit, të Rusisë dhe të Kinës në ekonominë shqiptare, mbi të gjitha në infrastrukturën kyçe, në sektorin e energjisë dhe të infrastrukturës, që janë prioritetet politikës jashtme amerikane. Dhe thënë këtë, një politikan sot si Edi Rama, që është i damkosur në mbar botën, si një narkodiktator, Fox News, media më e madhe amerikane në Amerikë dhe media më e madhe të djathtës në botë, e ka konsideruar Rama Duro. Pra e etiketon me këtë epitet, ky individ e ka të pamundur të mbijetoj një politike amerikane kaq agresive dhe kaq të qartë dhe të vendosur ndaj luftës kundër karteleve drogës. Ata thonë, dhe ky njeri, unë kam thënë dhe para 2 muaj kështu, sinalohan Trumpi e shpall organizatë terroriste, ky sinalohan e merr në Shqipëri dhe jep licencë për kazino dhe për hotel me 5 yje. E qartë, vetëm se janë të qarta gjëra. Në të tilla raste, edhe për shembull në Venezuelë që ti merr Maduron, por situata mbet se atje nuk është domosdoshmërisht, nuk ka një ndryshim regjimi, dhe jo domosdoshmërisht ka disa lloj dinamika të tjera të cilat ne i njohim, ne i dim. Po vetë situata në Iran ku mund të konsiderohet që mbasi kanë arrestuar 12.000 veta, mund të ketë një lloj lodhje protestuese dhe të fillojë të futet në atë zonën që mund të zgjasë disa muaj, disa vjet dhe disa 10 vjeçar. Në këtë drejtim, kryeministri e Shqipërisë nuk e rrezon Amerika, do duhet ta rrezojnë shqiptarët. Por me që më pyeten në raport me interesat e huaja, në raport me tradhtinë kombëtare, shitjen e interesave strategjike të Shqipërisë tek vendet jo partnere, të dhash përgjigje për atë pjesë. Po që Edi Rama do rrëzohet në qytetarët shqiptarë, kjo është e padiskutueshme. Ju pat një segment në vetëm pak ditë të 2 protestave të organizuara krejt në mënyrë spontane, qoftë nga qytetarët në Vlorë, që njihet si një nga qytetet kryesore të mbështetjes që ka Partia Socialiste sot në Shqipëri, apo qoftë dhe në Durrës, ku Partia Socialiste prej më shumë se 2 dekadash drejton bashkinë e qytetit. Dhe e ka drejtimin e bashkisë. Keni parë protesta masive të qytetarëve të ngritur me të drejtë zotit në mënyrë të padiskutueshme kundër politikave jo vetëm të bashkisë këtyre 2 qyteteve respektive, por të kryeministrit, me tallën që është bërë, me vjedhjen që është bërë qytetarëve dhe me batërdi që i bëhet taksave qytetarëve çdo ditë. Dhe kjo energji, ky reagim qytetar, ky nerv qytetar, unë ta garantoj sa vjen dhe shtohet dhe do të shtohet. Bazuar edhe në ato që pritet të ndodhin dhe në shpalosjen e plotë qoftë të dosjes së Akshit, apo të skandaleve tjera që janë lajmet e vërteta të Spakut, që mendoj unë do të prodhohen në ditët apo në javët në vijim, dhe ato do të jenë lajmet që kanë të bëjnë me qeverinë, sigurisht shoqëruar këtu me aksionin politik Partisë Demokratike të Opozitës, ku pikësparin e kemi protestën në datë 24, që po ja jap lajm, nuk do të jetë si protesta e kaluar, nuk do të jetë një protestë e ngjashme me 22 dhjetorin, do të jetë një protestë e një formati, mendoj unë krejt ndryshe dhe një qëndrese ndryshe nga 22 dhjetori. Jam i bindur që me protestat e pandalshme të opozitës Partisë Demokratike do të ketë një reagim shumë fort. Këtë terminologji të kursyer, elegante nga ana jote, mund ta marrin që nëse protesta e fundit ishte me karakter regjizorial dhe artistik, të kisha thënë unë, me shumë fjalime edhe me shumë pamje televizive të mirë organizuara nga një pamje artistike, do të jetë ndryshe. Spin doctors të qeverisjes mund të thonë që ju po përgatiteni për të bërë një protestë të dhunshme, jo? Ne po përgatitemi për t'ju përgjigjur nxehtësisë dhe temperaturës së qytetarëve dhe reagimit qytetarëve. Kaq e thjeshtë.
se si konsiderohet pasaj është çështje krejt e parëndësishme, në raport me qëllimin kryesor që është largimi i këtij kryeministri një orë më parë duhet kishte ikur me kohë. Domethënë çfarë duhet ndodhi më shumë në këtë vend, se sa të kuptoj çdo qytetar shqiptar sot e di që ministrat, zyrtarët shkojnë çdo ditë në zyrë për të vjedhur qytetarët. E ke tashmë me fakte, me video, me prova, me dokumenta, me skandale, me afera dhe ke një kryeministër që për çdo zyrtar, për çdo ministër, zëvendësin e tij, zëvendës kryeministrën, bashkëpunëtorët e tij më të afërt thotë unë nuk e di. Përgjegjësia është individuale, unë nuk e di këta hajnë fiqe kumbla prapa kurrizit tim dhe është po ky kryeministër që i ka zgjedhur me dorën e tij të gjithë këta individ një nga një dhe i ka vendosur këto pozicione dhe nuk mban asnjë përgjegjësi dhe jam i bindur që me rritjen e temperaturave në ditët në vijim, edhe temperaturave politike, por mbi gjitha dhe reagimit qytetarëve, do të kemi një revolt shumë të fortë dhe do të kemi një reagim qytetar shumë të fortë. E kam bindje. Nga sa kam informacion unë, mendohet që ish zëvendës kryeministri i Shqipërisë zoti Ahmetaj mendohet që të flas prap në këtë serial intervistash frostiane, do t'i kisha quajtur unë me Pekën. Në ato dimensione janë vendosur për Shqipëri si intervistat Frost Nixon në një kuptim. Dhe ai mirë do bënte të vijojë të flasë dhe thotë vërtetën për ato të vërteta që ai di. Pra nëse ndodh kjo dhe automatikisht është treguar që SPAK ka qenë i detyruar që t'i referohet indicjeve, pra nuk është ajo, nuk qëndron më ajo tallja që jo çdo gjë që flitet majtas djathtas shërben si një provë. Domethënë edhe telefonatat, edhe mesazhet, edhe dokumentacionet apo edhe situatat rrethanore, kush më tha dhe çfarë më tha, shërben si indicie për të filluar. Janë indicie për të nisur kryesisht një hetim nga SPAK-u për gjitha deklarimet e një zyrtari kaq lart. Pse përdoret shprehjen kur dole nga SPAK-u që do të ketë zhvillime interesante ditët që vijnë? Sepse të gjithë e dinë, në të gjitha qarqet, në mënyrë informale, dihet tashmë se priten goxha zhvillime tjera në raport me qeverinë për atë çka përfaqëson dhe dosja e Akshit. E dinë gjithë qytetarët tashmë, ata që merren me politikë, se Ergyll Sagasi ka bërë një shërbim jashtëmase të madh opinionit publik me filmimin që i ka bërë gjithë atyre që kanë hyrë në zyrën e tij. Të gjithë politikanëve, drejtuesve të policisë shtetit, drejtuesve të shërbimit informativ të shtetit, biznesmenve, grupeve kriminale, të cilët të gjithë kanë shkuar aty për të marrë porosi dhe për të kryer porositë e kryeministrit, për të koordinuar punët e kryeministrit. Dhe ndërkohë që individin fjalë, Ergyll Sagasi, fliste me kamerë me kryeministrin, mbaronin dhe zhvilloheshin gjithë porositë e kryeministrit dhe të kabinetit. Dhe kjo tregon skemën mafioze mbi cilën qeveri sot një kryeministër si Edi Rama, që nuk është një zyrtar shteti, nuk është një politikan që shkon në zyrë për qenë gardian i buxhetit qytetarëve, gardian i interesit publik apo dhe interesit kombëtar shqiptar, por është kreu i një organizate kriminale që i ra një koordinator, do të vendos një koordinator tjetër, dhe kjo është çështje vetëm menaxheriale e krimit, dhe vetë është garanti që mban në këmbë të sistem të kriminalizuar në palc, dhe personi që ka kriminalizuar ekonominë. Mos harro, po e them edhe një herë, sektorët kyç sot të ekonomisë shqiptare janë nën tutelën dhe kontrollin e krimit organizuar. Dhe nëse ty të vjen një kompani amerikane, ty të vjen një kompani britanike, italiane, franceze, gjermane, do duhet që partner lokal në Shqipëri të ketë krimin organizuar, sepse partnerët strategjik në Shqipëri nuk janë kompanitë e mëdha tuaja apo dhe vendase, por është plumb gjoka, por është poja i Durrësit, por janë bandat, është krimi organizuar. Dhe kjo që ka ndodhur në Shqipëri në këto 13 vite është e paprecedent jo për Shqipërinë, por për gjithë rajonin. Dhe prandaj unë jam i bindur që Rama nuk e mbyll pranverën. Pyetja e fundit. Natyrisht që ka qenë një rëndësie shumë të madhe, ka dhe një dokumentar të rëndësishëm në Netflix, në mos gaboj, që quhen The Family, domethënë pjesa konservative kristiane në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e cila ka një ndjeshmëri të veçantë për problemet thelbësore, qoftë edhe natyrisht të shtrirjes së pushtetit, të demokracisë pa asnjë diskutim. Për këtë shkak organizohet atje një aktivitet shumë i madh. E kam gabim unë apo ti? Mos e keni për mëngjesin e lutjeve fjalën, po është aktiviteti që bëhet çdo vit i përvitshëm në javën e parë të enjten e parë të çdo shkurti, që organizohet në Washington, në hotelin e famshëm Hilton në Washington prej më shumë se 60 vitesh që organizohet në atë destinacion. Nuk do të jenë vetëm unë, do të jenë disa të ftuar nga anë e Partisë Demokratike, por është shumë mirë për Partinë Demokratike dhe për opozitën shqiptare që ka miqtë e saj në Washington, që mban marrëdhëniet e saj në Washington, dhe që sa herë që ka mundësinë për të
patur exchange-et ndryshme apo shkëmbime me miq partnerë dhe dashamirës të vendit tonë dhe të miqësisë shqiptaro-amerikane, nuk e humbet ftesën dhe nuk e humbet rastin. Edhe në ditët tona më të vështira, edhe atëherë kur jemi konsideruar si anti-amerikan pse mbështesnim opozitën në vend, mbështesnim shumicën Partinë Demokratike dhe na kërcënonin me forma nga më të ndryshmet, të paktën këta lloj miq nuk i kemi humbur në asnjë moment dhe nuk do i humbim kurrë. Bera, faleminderit që erdhe në studio. Faleminderit ju. Faleminderit shumë. Tash të shikues, ne nuk do t'i shkëputemi temës së rëndësishme të diskutuar në raport me qeverisja. Këto 13 vjetësh sjell në një mënyrë caktuar si sillen njerëzit me qeverisjen në disa strata, në disa shtresa, në disa nivele. Është sjellja popullore, atyre që janë kundër, atyre që janë